më kujtohet një shprehje gjyshe që më thoshte. Dy armiq në një astak, po jo figurativisht me marr armiq. Pra, mes raportit çiftit kur thehet për gjithmonë. Pra me familjar nuk mund thehet, nuk ndihesh keq, po e falish, por në raport me çiftet kur thehet ajo nuk ka hapësira për më ndërtuar edhe një herë ose për me provuar edhe një herë. Pra jo gjitha gjanat të fjala sekret në momentin që tregohet ajo më nuk është sekret. Sekreti mbetet brenda shpirtit njeriu dhe besoj shumë se çiftet më të lumtura, edhe sipas disa leximeve që u bë, janë ata që ruajnë individualitetin e vet, janë ata që kanë privatësinë dhe ruajnë me fanatizëm, janë më të shëndosha sesa ata që hapen shumë, a kupton? Ndoshta ne femrat e kemi pak inteligjencën emocionale pak më të kapun të intuita dhe krijojmë ndonjëherë të paqarta gjanat. Burrat nuk është se nuk du me ofendu, sinqerisht, po ndoshta e ka një lloj në thojsa naiviteti që i bëjnë gjërat e shkurta dhe shpesh duken sikur janë më të mbyllur. Por në gjinin mashkullor është më pak me fol, gratë e kemi pak më gjatë me fol. Pra sekreti për momentin është partneri nuk e din jo që ka diçka, po nuk e din që po jap një opinion të tillë. Pra nuk më duket e arsyeshme me njohë këtë pjesën sociale në raport me media që jap një mendim. Në ditën që e kupton, pastaj më nuk quhet sekret. Pra e mora një shembull sa më të vogël thjesht. Janë gjëra që duhet i mbajmë veç për veten në raport me motrën, me vllaun, po sidomos me partnerin. Partnerin është absolutisht duhet ta mbajmë një pjesë tonën vetëm me joni, është dashje. Askuj. E mirë. Si thot kënga e Rozana Radit që është një vend në zemrën time ku aty askush nuk shkel. Pra është ajo pjesa që ne nuk e japim kurrë, edhe derisa ta ruajmë ata kemi me qenë të shëndetshëm emocionalisht. Faleminderit shumë. Përshëndes, Tung.